Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Gafores. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit dhjetor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithë ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë ju mund të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente ku e keni, sepse është shumë e rëndësishme. Dhe shohim energjinë që na vjen për shenjën tuaj. Atëherë, kemi të bëjmë me energji të shenjës së binjakëve, energji të shenjave të tokës dhe kemi kartën e botës që ka 4 energji, është energjia e shenjës demit, shenja e akrepit, shenja e virgjëreshës dhe shenja e luanit. Atëherë, ju shoh në fillim të javës, do ndiheni shumë të dashuruar me një person, ju do kuptoni që ky person është shpirti juaj binjak, dhe jeni si të bekuar nga universi. Në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe aty ju shoh që do ndjeni shumë dashuri gjatë fillimit të javës, por ndërkohë do jeni në marrëdhëniet tuaja më të konsoliduar. Dhe në mesin e javës ju shoh që tregojeni të mbyllur me këtë dashuri. Nuk e di, por ju dëshironi të mbyllni në fillim një cikël të vështirë, ndoshta vështirësi që keni kaluar në jetën tuaj, për të bërë një fillim të ri me një person. Shoh që do keni një takim në fillim të javës me një person që nuk e di, do futeni në njohje, jeni në njohje ose në lidhje. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju shoh që do futeni në partneritete në fillim të javës. Mund të jenë partneritete biznesi, mund të jenë partneritete ose bashkëpunime të ndryshme në projekte të ndryshme që ju keni. Në rastin tjetër mund të jetë dhe një person dashamirës që do t'ju ndihmojë te vendi punës. Gjithsesi në mesin e javës shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash nga ky partneritet, nga ky bashkëpunim që do bëni. Dhe do jeni duke menduar se si të hiqni para, ose si të investoni, sepse jemi në muaj festash, ndoshta që ju të bëni dhurata, të shpenzoni disa para, ose edhe të investoni në shtëpinë tuaj, te fëmijët tuaj, ose të investoni përsëri në këtë partneritet që ju keni. Gjithsesi, në fund të javës shoh që do mbyllni një cikël të vështirë, vështirësitë që keni kaluar deri në këto momente, dhe do hidhni një hap drejt një cikli tjetër të ri. Por flasim këtu që gjërat gjithmonë do përmirësohen, do jenë në përmirësim në këtë cikël të ri që do filloni. Ju mund të filloni një dashuri të re, një punë të re, në një rast tjetër, një partneritet të ri ose një bashkëpunim, por shoh që do mbyllni vështirësitë që keni kaluar deri në këto momente. Dhe vazhdojmë në javën e dytë. Atëherë në javën e dytë keni të bëni, jemi te energjia juaj e Gafores, është energjia e karrocës. Kemi energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të ajrit. Në fillim të javës shoh që do të jepni drejtim emocioneve tuaja në lidhje me këtë dashuri që do futeni. Për një pjesë tjetër do të jepni drejtim njohjeve, lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja që ju keni. Një drejtim më të mirë flasim gjithmonë. Ndërsa për një pjesë tjetër do të jepni një drejtim më të mirë punës tuaj, anës tuaj ekonomike. Kjo ka lidhje edhe me prona të ndryshme që ju mund të keni, varet nga situatat që keni, ose mund të jenë dhe situata dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni gjatë kësaj kohe. Shoh që ju do të jepni një drejtim më të mirë gjërave. Dhe në mesin e javës do jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me një dashuri, për pjesën tjetër në lidhje me marrëdhëniet tuaja, por për një pjesë tjetër jeni duke menduar dhe në lidhje me paratë tuaja.
ndoshta sepse shoh që në javën e parë mendoni ndoshta të bëni disa investime, ju shoh në një pozicion shumë të mirë, të përshtatshëm, jeni duke menduar rreth një dashurie, si të investoni tek ky person, jeni duke menduar rreth familjes, shtëpisë tuaj, fëmijëve tuaj, por edhe rreth punës dhe anës ekonomike. Por gjithsesi unë ju shoh në një pozicion shumë të fortë ekonomik. Një pjesë prej jush mund të jetë një person që do t'ju mbështesi, do t'ju këshilloj në lidhje me anën ekonomike, ose mund të jetë dhe një person që do t'ju mbështesi ekonomikisht për t'i dhënë drejtim disa situatave. Dhe në fundin e javës, jemi te energjia e shenjave të ajrit, unë ju shoh që keni ngecur në mendime negative, ose ju keni ngecur në mendime në lidhje me një person, ose në lidhje me situata të ndryshme me këtë person. Edhe pse ky person do t'ju mbështesi, ju mendoni negativisht, por nuk ka asnjë gjë negative, rruga është e hapur, është një person që është në një pozicion favorshëm e shoh, por mund të ngeceni në mendime negative në lidhje me lidhjet, njohjet, marrëdhëniet tuaja, ose në lidhje me te vendi punës, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, rruga është e hapur, thjesht dilni nga mendimet negative, ku ju mendoni se gjërat nuk zhvillohen si doni ju, gjërat nuk mund të bëhen si mendoni ju. Domethënë, kjo është gjëja negative, nuk është se ka gjëra të mëdha. Dhe shohim në javën e tretë. Në javën e tretë keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të tokës përsëri. Atëherë ju shoh në pritje të kësaj dashurie, për t'i dhënë drejtim kësaj dashurie. Ju mund të keni një person në distancë, ose ju mund të jeni prisni një mesazh, një SMS nga ky person. Në rastin tjetër, gjithsesi ju shoh që ndryshoni këndvështrim duke parë gjërat që ju rrethojnë dhe do filloni të bëni plane afatgjata me këtë person, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndërkohë ndryshoni këndvështrim dhe në lidhje me punën, në lidhje me anën tuaj ekonomike. Ndoshta do filloni gjatë javës së tretë të bëni plane në perspektivë për të ardhmen tuaj. Dhe këtë mund ta merrni edhe në lidhje me studimet, në lidhje me trajnime të ndryshme, me kurse të ndryshme që ju mund të bëni, por në fillim të javës së tretë mund mendoni dhe në lidhje me udhëtime të ndryshme. Dhe këto udhëtime mund të jenë udhëtime pune, udhëtime për të shkuar te fëmijët tuaj, ose ju prisni që fëmijët të vinë tek ju, ose prisni këtë person të dashur që mund të jetë në distancë. Gjithsesi, në mesin e javës shoh që keni nevojë për një pushim, sepse ndiheni të lodhur psikologjikisht. Ndoshta nga që mendoni shumë, se shoh këtu te teta e shpatave, ju po mendoni shumë dhe kjo gjë ndoshta ju streson pak, edhe pse shoh që është një muaj shumë pozitiv për ju, dhe keni nevojë të bëni një pushim. Është rekomandim, ju rekomandon karta, duhet bëni një pushim, thotë, në lidhje me ngarkesat që mund të merrni gjatë këtij muaji. Por ndërkohë, duhet keni kujdes në lidhje me shëndetin tuaj, të bëni një kontroll mjekësor për të parë, mund të jenë viroza të stinës, ose mund të jetë diçka tjetër. E rëndësishme është që ju mund të bëni një check-up ose diçka në lidhje me shëndetin. Dhe në fund të javës, shoh që ju do arrini të stabilizoni të gjitha situatat, mbas një pushimi që do merrni. Ju do stabilizoni njohjet, do bashkëpunoni në lidhje me këtë person që jeni duke pritur, do bashkëpunoni në lidhjet, njohjet ose marrëdhëniet tuaja, do merrni një shumë të konsiderueshme parash, ndërsa për një pjesë tjetër do jeni duke biseduar në lidhje me një blerje, mund të jetë blerje shtëpie, mund të jetë një investim te shtëpia juaj. Në rastin tjetër mund të jetë që ju mendoni të bleni dhurata të ndryshme, mund të jetë blerja e një makine, një investim te shtëpia juaj, investimet e fëmijët tuaj, por që ka lidhje me një shumë të konsiderueshme parash. Ose një pjesë tjetër mund të merrni edhe disa para. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Shohim atëherë në javën e katërt kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit. Kemi përsëri 4 energjitë e rrota e fatit, që është shenja e Demit, shenja e Akrepit, shenja e Virgjëreshës
dhe shenja e luanit. Dhe kemi energjitë shenjave të ujit që jeni ju vetë. Në fillim të javës 4, shoh që ju do shprehni emocionet te ky person. Ju shoh shumë emocional gjatë fillimit të javës, do ndjeni më të gëzuar, më të qetë, më të çliruar nga situata të ndryshme ose edhe në lidhje me mendimet që keni, se ju mund të ngeceni në mendime dhe duke menduar për të bërë blerje të ndryshme ose ku do kaloni pushimet ose diçka tjetër, jo domosdoshmërisht në lidhje me gjëra negative. Dhe ju shoh që jeni më të çliruar, më të qetë, më të gëzuar, do keni lajme të mira, ndoshta në shtëpinë tuaj nga fëmijët, te vendi i punës, ose në rastin tjetër mund të jetë edhe lajme të mira ekonomike. Dhe në mesin e javës shoh që fati do t'ju ndihmoj që ju t'i çoni gjërat para, ashtu si ju dëshironi. Ju mund të çoni një njohje ose një dashuri para, marrëdhëniet tuaja, ose ju do dëshironi dhe të shkoni diku dhe gjërat do t'ju ecin mirë aty ku do shkoni, ndoshta për të kaluar festat e fundvitit ose diçka tjetër. Dhe me dietën e kupave shoh përsëri që do ndjeni shumë të gëzuar në njohjet. Ju mund ta kaloni fundin e vitit me këtë person që vërtet jeni të dashuruar. Në rastin tjetër mund të jetë që ju të kaloni me familjen tuaj dhe kjo gjë do t'ju gëzoj. Do ndjeni shumë të gëzuar. Për disa të tjerë shoh që ju do keni lajme të mira nga puna juaj, por mund të jenë edhe lajme ekonomike, por dhe lajme të ndryshme në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Mund të jenë lajme të mira në lidhje me shëndetin tuaj, lajme të mira në lidhje me dokumenta të ndryshme, lajme të mira edhe në lidhje me studimet tuaja. Dhe shohim marrim një mesazh nga angjëjt, se çfarë ju thonë, çfarë mesazhi ju japin. Është një muaj fantastik, është një energji shumë e bukur që doli për shenjën tuaj. Dhe kemi kartën e drejtësisë, kartën e peshores dhe shoh ju do merrni vendime të drejta gjatë këtij muaji. Ju do merrni një vendim të drejtë në lidhje me një dashuri, me një person që ndiheni të dashuruar. Edhe pse në fillim do t'regojeni pak të mbyllur, por unë shoh që do arrini të jepni drejtim kësaj njohje, lidhje ose marrëdhënie tuaja. Bëni atë që dini që është më e drejtë për ju, thot. Dhe besoni te vetja juaj në lidhje me vendimet që ju do merrni gjatë këtij muaji. Nëse ju do merrni vendim për të hyrë në një njohje ose në një lidhje, atëherë është vendim i duhur që do merrni gjatë këtij muaji. Thjesht duhet besoni te vetja. Nëse ju merrni vendim që të çoni para njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por shoh që keni dhe udhëtime se nuk e tham, ose për të bërë një udhëtim, atëherë është një vendim i drejtë që do merrni, thjesht bëjeni këtë gjë. Ose këto mund të jenë vendime te vendi punës, por dhe nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme që ju mund të keni. Për një pjesë tjetër ka lidhje me gjykatat, me çështje të ndryshme gjyqësore, me prokurorit ose diçka tjetër, për gjithë ata që mund të kenë çështje të tilla. E rëndësishme është që jeni të mbështetur nga angjëjt, por dhe fati ju ndihmon në lidhje me vendimet që do merren, sepse shoh që merret një vendim pozitiv edhe në këtë prizëm, por dhe në lidhje me gjithçka që ju dëshironi të bëni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, ju uroj përsëri një muaj të mbar, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video të ndryshme, me tema të ndryshme në këtë kanal, por dhe videot e vitit 2026. Atëherë, ju uroj një mbasditë të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.